Më fal 100 vjet I thash Zotit, përpara se të nis të madhin gjumë. 100 vite, por jo për veten time. T'i dhuroj tek njerëzit që dua më shumë. Dhe Zoti, si Zoti vërtet, me njëherë 100 vite mi fali. Mua mendja më shkoj me njëherë t'i falja te vajza, te djali. Po dot nuk I fala të gjitha, edhe pse s'kisha pengesa. Ndaj, pjesën tjetër që mbeti, e ndava te nipi dhe mbesa. Kur të 100 I dhurova, më folja ajo që kam grua. Më tha me sytë përlotur, sa vite dhe unë I dua. Moje dashur I thash, të fal me 100 unë dua, po në një botë kaq të egër, si do jetosh ti pa mua? Të nderuar shikues, ju përshëndes këtu nga Dritare Televizion. Kjo poezi e rrjedh nga pena e të mallit Arben Duka, është kushtuar për bashkëshorten e tij Pranvera Duka, e cila është e pranishme ditën e sotme këtu në Dritare Televizion. Pranvera, të përshëndes dhe të falenderoj që u bërë pjesë e studios tim. Mikele, krajësitje me ty. Kjo poezi jashtëzakonisht shumë e bukur dhe mua më pëlqen. Pena e të mallit Arben Duka është një ndër mentorët e mi shpirtëror, le ta quaj në këtë pjesë, pasi unë jo vetëm këtë, po di dhe shumë poezi të Benit të tjera pa diskutim me radhë që për mua kur le ta themi këtë, kur jam pak sa I mërzitur, më vin disa vargje të Arbenit ndërmente dhe I recitoj ato. Ndjes që të nis kështu emision ditën e sotme, por më duket një diçka që dhe unë ju falenderoj që ndodheni pranishme, e plotësua dëshirën time, ka qenë një dëshirë shumë madhe të kisha Benin, por nuk e pata këtë fat që të arrijam në karrierën time të kisha pjesë të intervistës time të mallin Arben Duka. Por më kujtohet një poezi e bukur e Arben Dukës që për kohën që ne jetojmë është aktuale dhe e gjendshme në karakterin tim. Dhe I madhi Arben Duka thotë që të gjithë që keq më bën, unë u flas, si u mbaj më ri. Ndaj ndonjëri më ka thënë, a ke gjak more njeri. Ju përgjigjem I qetësuar, nuk flas për ti bërë miq. Flas për ti më shiruar, se s'dyshoj që janë të ligj. E dashur Pranvera, kishe armiq Arben Duka në jetën e vet? Arbeni gjithkohës armiq ka pasur. Jeta e Arbenit ka qenë luftë dhe poezi. Se bashkë me Arbenin e kam përjetuar dhe unë. Arbeni dhe kur ka qenë koha tjetër e diktaturës që I thonë sot se kështu thuhet tani, s'kemi ç'a bëjmë. Arbeni ka qenë gjithkohës në vëmendjen e mediokërve, sepse ishte një djalë që shikonte vërtet të ardhmes, ishte me një botë krejt ndryshe, sa të gjithë të mëdhenj, si nga Kim Krajka, të gjithë thoshin ti nuk je për këtë shekull. Dhe ishte shumë guximtar. Kur ka filluar shkollën e Bashkuar Ushtarake, komandanti Akademisë Ushtarake Rustem Peçi e kishte dëgjuar, e kishte lexuar, sa I kishte filluar që në shkollë të mesme të shkruante në për këto gazetat luftëtarit. Ka pas shumë gazeta atëherë, Zëri Populli, Luftëtari, Nëntori, juve si keni arritur se ti je brezi I çunit tim. Dhe e kishte të lexuar dhe kishte filluar emri Benit që po. Dhe I thot atyre rojave aty, se mbasi I kishin kapur një libër Arbenit, sa ishte domethënë idhulli I tij që Esenini. Po, Frymëzimi I tij ishte Sergej Esenini dhe ja kap profesori atje dhe I thot, unë thot do të denoncoj thot tek komandanti I shkollës dhe Beni ishte bërë gati për të përjashtuar. E thrajt Rustem Peçi dhe I thot, çfarë ka bërë I thot. I thot, I kanë kapur këtë librin thot që janë të ndaluara. Edhe I thot, ore jeni në vete thot, përjashtohet Arben Duka thot, jo që s'do përjashtohet thot, por që sot e tutje sepse atëherë kanë pas një rregull që vetëm të shtunë të diel dilnin, që kishin leje këta, të gjithë studentët. Dhe ky I jep leje I thot I jep urdhër që Arbeni do ketë si karta bianke të dilte dhe mos ta pengonte njeri. Dhe që atëherë domethënë filloi Arbeni që duke qenë dhe një çik I lirë, duke pasur dhe shumë njerëz që kanë qenë goxha të ngritur, që e përkrahën, se atëherë kishte gjëra që edhe duhet të rrije. Dhe Arbeni filloi që lulzoi. Plus pasaj Arbeni kishte vllajin që punonte Gazeta Luftari, Apostol Duka ka qenë një nga gazetarët më të mirë dhe një poet I shkëlqyer. Apostoli pasaj filloi që ta çonte nëpër gazeta, nëpër këto revistat që ishin, të shkruan dhe të bënte.
Një ditë Hysni Milloshi duke shkruar, poeti Hysni Milloshi, i madh, për mua është i madh se unë e kam lexuar shumë poezinë e tij. Ashtu sikur është dhe për mua Beni. Ai i thot Beni thot, pse nuk vjen, thot, më jep një 2-3 poezi, thot, sepse kishte filluar Hysniu shkruante atëherë, kishte marrë çmimet para me Avni Mulën, dhe tekstet e tija ishin goxha të bukur, në moj do pres gështeti, një djep në barikad, do të thënë kishte këngë që mbeteshin. Po merri thot Beni dhe jep Beni 2-3 poezi, dhe ky ja jep Juliana Jorganxhiut, poetes. E përshëndes Julianën kudo që, se kam shumë i kesh. Juliana sa i dëgjon, i lexon edhe kishte ngelur dhe e thret Benin. I thot ke qef thot që të bashkëpunosh thot të bësh në një këngë, po i thot kjo është dëshira ime më e madhe, i thot. Edhe Juliana bisedon me Agim Krajkën, ishte festivali i radio televizionit, ishin ditët mund të ketë qenë korrik gusht, se në shtator mbylleshin ato tekstet, edhe punoheshe pasaj deri në nëndor. E merr Gimin dhe i thot, do bashkëpunosh me një djalë të ri, thot, më pëlqen shumë poezia e tij. Takohet Gimi, dhe shikon Gimi kështu siç e ke tregon Gimi vet, se unë akoma atëherë s'isha njohur me Arbenin, edhe nuk di asgjë nga ajo periudhë e jetës. Edhe i thot Julianës, po me këtë i thot do bëj këngën, i thot, imagjino Beni tani veshur me atë robën ushtarake, student. Po provoi njëri, thot Juliana. Edhe merr ky Beni në shtëpi. Ulet Gimi në piano, i bie muzikës, ndërkohë Beni merrin metrikën e këngës, e merr në letër, ky dhe ikën. I thot, do takojmë nesër, i thot, Gimit do mundohem të bëj diçka. Ecën, Gimi e ka pasur shtëpinë te shkolla e kuqe. Edhe te pazari i ri, Matanse. Duke ecur Beni, gjithë rrugës, filloi punonte mendja Arbenit. Arrinte mes i Pallatit të Kulturës tek sheshi, kthehet. Ndërkohë i bie dera Amit, gruas së Gimit, që ishte një zonjë, grua shumë, se unë kam hyrë, kam dalë, kam pas fatin e madh që unë kam hyrë në gjithë shtëpitë e kompozitorëve. Edhe i thot, Agimi thot, erdhi ai djali, thot, mos ka harruar diçka. Jo, i thot Beni, nuk kam harruar, i thot Gimit, po unë e mbarova tekstin. Po si më e mbarove tekstin, i thot, e merr Gimi e lexon, ulem në piano, tha Gimi, i bie, kënga mbaroi, tha. Një bashkëpunim, sepse Beni, kur e shikonte që muzika ishte me metrik të rregullt, Beni e bënte tekstin në sekond. Qeshja një ditë me Ylli Bakën, se po bashkëpunoj me Yllin, që do bëj një koncert tani vetëm me tekstet e Benit, dhe më thot, ai thot ishte, nuk di thot Ylli, na mungon shumë, thot. Në moment thot unë i jepja idenë që më duhet një tekst ose një fabull që më duhet me këtë temë. Sa shko në tualet, kthehet, Beni e ka mbaruar tekstin. Edhe Gimi ishte manitur. Pastaj 6 festivale rjesht, Beni ka qenë vetëm bashkëpunëtor me Agim Krajkën. Plus Agim Krajkës nuk diskutohet pastaj me Kujtim Laron, me Aleksandr Peçin, më vonë pastaja me Vali Veisin, që ka këngë të shkëlqyera, me Valentin Kotanin, Luan Zhegun, pa diskutim, miq të ngushtë të Benit të gjithë. Dhe aty filloi pasaj karriera e Benit, që me këngën Çel kjo tokë si trëndafil, kënduar nga Irma Libohova, shkëlqeu, mori çmim të dytë. Çfarë moshe ka pasur Beni në atë? Kur ka bërë këtë këngën, Beni ka qenë 20 vjeç. Në festival, imagjino tani 20 vjeç të hyje në RTS, që hyje në vrimën e gjilporës, nuk hyje dot kollaj, censuroheshin tekstet. Pastaj filloi, kishte shumë koncerte atëherë, Mikele. Atëherë ishin koncertet e Pramberës, ishte dekada e majit. Kishte mundësi poeti të shkruante, të shpaloseshe. Ishte festivali këngës popullore. Pastaj fillonte RTS-ja. Nga të 4 anët dhe poetët ishin të gjithë, atëherë ishte një plejade tërë poetësh të mëdhenj, Gjok Beci, i pa harruar që Beni ka pas mik shumë, pena e Gjok Becit, nuk di çfarë të them. Ka qenë ky Gjoku po njerë, po tani dhe nuk i mbaj mend këta më të afërtit e Benit që rinin bashkë këta si poet, si ata poetët rus këta. Kishin atë lokalin e vetë që rinin, mblidheshin aty. Njëri histe, tjetri priste, imagjino, unë tani kam qenë në vit të 4, rija me përpara se shkolle, se vija nga shkolla dhe ky më thoshte do vish te RTS-ja në këtë orë.
Edhe unë autobusit nga shkolla shkoja te Beni dhe më linte mua aty me ata, me grupin e tyre dhe unë çfarë nuk dëgjoja nga ata. Thënë që e vogël më ka hyrë ajo e artit, e poezisë, pavarësisht se unë poezinë e kam dashur dhe pa u njohur me Benin fare. Në cilën moshë e njohur me Benin? Unë kam që 17, Beni 21. Si jeni njohur, ku jeni njohur? Kishe dëgjuar për këtë djalë i cili shkruante poezi? Si e njohur? Jam interesant aty. Arbeni ishte student në shkollë bashkuar. Unë e njihja Arbenin dhe pa u lidhur akoma, sepse motra ime punonte në shkollë bashkuar, ishte në sekretari dhe Beni i çonte vjesha dhe ja shtypte motra ime. Sa interesante. Edhe unë ja 2 herë kam rastisur që shkoja te motra. Dhe kam takuar atje, më tha motra mua që ky sa shkruan vjersha shumë të bukura se ti e ke qef poezinë, më tha mua. Unë e pash me një mos përfillje, imagjino tani, nuk shkonte mendja kurr, se u goc Tirane, rritur mes Tiranës Re, mes bllokut. Edhe as më shkonte mendja të merja unë burr oficer. Madje edhe një gjirokastrit. Fare, imagjino, plus që isha shumë e vogël. Isha e vogël, as më shkonte mendja, edhe në shtëpi vajza e vogël isha çike përkodhelur. Fare isha, domethënë po e kam takuar edhe në rrugë, për shembull, i jepja dorën. Ky si duket, diçka ishte thënë motrës time. Se më thot njërë motra mua, kishte bërë ca poezi të bukura Beni, thot edhe. Është goxha djala im, tha mua. Shko, më tha Pranvera Duka si mbi emër. Çfarë thua ti, mo, i them unë. U se njoh fare atë, me çfarë thua ti, tha. Edhe, domethënë, u mbyll ky muhabet. Qëlloj që neve na çon shkolla në aksion në Lezhë, dhe ndërkohë Arbeni vjen me shkollën e bashkuar sa ta bënin stërvitje atje, shkonin për gjithmonë 1 muaj, 2 muaj, nuk e di se si e kishin në gjadër të Lezhës, atje bënin stërvitje. Dhe i me motor i thot, Beni me që do shkosh në Lezhë, thot se ka bajtur vera, thot, dhe mami e ka shumë merak se ajo nuk para ha kollaj gjellët që bëhen atje, dhe i jep motra ime një 500 lekë, për 500 lekë ç'ishte atëra, dhe i thot do t'ja çosh verës dhe kishte bërë dhe një kek. Ky gati ishte. Edhe e merr ky dhe vjen. Kur vjen ishte ora e drekës, ne sa kishim ngrënë bukë dhe po rinim se nuk na lejonin të dilim se ishim vajza, imagjino 17 vjeçe dhe kishim rojet e dera, profesorët kujdestar, kishte rregulla të forta të linte njëri të dilje. Kur vjen ai roja aty dhe më thot mua Pranvera, thot të kërkon djali hallës. Tani imagjino tani un babin me origjinë skrapali. Pavarësisht se le rritur në Tiranë edhe ku kam unë djalë hallë në Lezhë, tash unë të shneh unë me Lezhën. Kur dalu shikoj Benin. Arbeni thash unë i dhash dorës, tha i ka marrë leje, tha profesorit, më tha mua, vishu, tha, dhe hajde pim një kafe të turizmi dhe merri dhe këto, më tha mua, se i ka dërguar mamaja jote. Me sa duket Benin pas kanë brenda? Vishem, si qishim goca aty me i fustan basme me pika, e mbaj mend si sot. Vebi në turizëm, ke ngrën drek, më tha mua, unë kam ngrën drek, i thash unë, a i s'kishte ngrën, hëngri dhe dreka aty, më tha mua, do vit të marrë në darkë, të hash darkën këtu, tha. I thash unë, po s'neve s'na lejojnë, po ç'ke ti tha se unë i kam marrë leje, më tha mua, atyre deri në orën 9 i tha je e lirë. Ky ishte fillimi. Pasaj ky filloi vinte për ditë. Më merrte për ditë dhe profesorët kujtonin se kisha çur halla. Kështu filloi ajo e Benit. Pastaj erdhëm ne atje kemi qenë thjesht shokë, nuk kishim as i dilnim bashkë, nuk diskutohet se kimia kishte filluar, se nuk vinte kot ai. Vim në Tiranë, unë ose kisha ndonjë kush e di. Ky ikën në fshatin e vet, se Beni është nga Lunxhëria, nga Gjirokastra, ikën në Labov. Edhe filloi dërgonte letra. Pilesa të këngën e Anita Bitrit. Lëndin e pashkelur, dashuri e parë, lulet e majt i çelë në janar. Beni e ka shkruar që ç'është kjo, ky shok thotë që të dashka kaq shumë që dërgoke, e ka bërë poezi Beni këtë. Edhe më shohin shoqet mua me dyshim. Ato s'të njohin, emrin nuk ta din. Dua që ta mbaj sekret, po mundohem kot. Ylli hënën, dritën nuk e fshehin dot, thot, lëndin e pashkelur, dashuri e parë, lulet e majt i çelë në janar. Sa e bukur. Edhe për këtë ai pati dhe ca probleme pasaj të tjera, se u zu me një nga komiteti qendror. Kur ditën e filloi për shkruan, i dërgoja dhe unë letra, edhe i kishte thënë jo mama, por ç'janë do letra që të vinë? Po është i shoku, po sa shumë të dashka ky shoku, i kishte thënë. Pastaj filloi data 1 shtator, këtu ishte në maj, në shtator ishte festivali këngës popullore.
se kishte edhe festival të këngës popullore. Ky kishte 3 këngë. Një këngë ishte Hysni Zelës ka marrë çmim të parë në festën e grurit, e mbaj mend. Edhe e shikoju. Në festën e grurit, po binte gërneta, myzeqeja jo në çnure të kajeta. Kur mu dhe dere shkollës ky veshur me atë robën ushtarake, më thot shoqja e ngushtë që kam një shoqen time të ngushtë në Durrës është. Edhe ajo dhe kur vinte Beni atje më thoshte mua të erdhi Brezhnevi, se shiko, vetulla dhe trasha Beni dhe ajo për humor më thoshte mua dhe më thatë, shife ku e ke, më tha mua, të erdhi Brezhnevi, kush Brezhnevi me thashu, shikoj ku e ke, ku shikoj u Benin. Ua, homo Beni si je, i thashu, unë qa bon kur erdhe, kur tha, unë tha, fillova, tha, kam 2-3 ditë që kam ardhur, ne ishte dita e parë e shkollës atë ditë, që isha maturante unë. Më thot mua, mbas dite, sot thot është festivali këngës popullore, dhe ne të dy thot, do shkojmë se kam ardhur, se kam 3 këngë thot, edhe është nata e fundit që unë duhet të shikoj çfarë do marr çmim, thot, edhe të dua aty. Kjo shumë interesante. Po, edhe ulem unë, s'dia si ti thoshja tani mamit. Mami ka një shoqja jon ditëlindjen filluam, do filloja të gënjeja se ç'do boja, se s'të linin atëherë. Megjithëse unë jam rritur shumë e lirë tek shtëpia e babit, nuk kemi pasur kështu gjërash. Visha mund dhe shkoj dhe ky më ul mu në rresht të dytë. Në rresht parë ishte Juria, në rresht dytë isha ulur me nusat e këtyre kompozitor, poet që ishin aty. Artist. Edhe i thot atyre që ma ki kujdesi që i thot asaj nuses Lat Kotanit, Marjetës. Beni, po qare ke këtë trupën, po të shketi qaj kam, po ma mbaj, thot. E nese me Marjetën, duke bërë muhabet, neve filloj festivali. Në pushimin e drekë, 15 minutit që ishte atje, se mbaronte për shumë pjesa e pare e festivalit, kishte 15 minuta pushim dhe ne ishim në hallin e Pallatit Kulturës, nuk ishim të Pallat Kongreseve. Avni Mula, Ardit Xhebrea, Akim Krajka, Hysni Milloshi, Hysni Zela, edhe si që ishim aty, Hysniu gjithmonë ngacmonte dhe i tha, ore çaj ke këtë pionere që e mban me vete, i thot Hysniu. Edhe i thot Avni Mula, i madhi Avni, se kanë qenë të gjithë të mdhenj, nuk kemi çfarë të themi. Ka qenë koha të mdhenjve, ishte një epokë e artë. I thot, kjo thot është nusja ime. Imagjino që s'kisha marrë propozim akoma fejese unë. Edhe unë që ngri, edhe uaj, thot Arditi si, thot, se unë Arditin e kam pasë në lagje. Thot Arditi, nusja jote, i thot, po s'na ke thënë gjë o Beni, i thot. Tha Hysniu, e shoh funda se e merr në prova, tha gjithmonë. Edhe nusja ime kur dalim neve pasaj që Beni atë ditë mori 3 çmime. Çmimin e parë mori me këngën e Hysni Zelës dhe mori një çmim të dytë, një çmim të tretë, do të thënë me 3 çmime. Edhe ai si duket e dinte që do merrte edhe çmime, se këmbgulte që të veja unë. Tani priset dhe çmimin e 4 kur prej teje. Kur dilja rrugë, kur po shkondem për në shtëpi, se unë shtëpinë të Tiranë e Re, afër bllokut. Po. Dhe i thash unë, po si e theti atë fjalë, kupton ti që në shtëpinë time nuk din asgjë, si vetë ju thua njerëzve ti që është nusja ime. Po thot ti e nusja ime, thot unë vi që tani, thot. Te babai jot. Jo, i thash unë, jo. Si do vish unë jam akoma pa mbaruar shkollën. Unë vi që tani, tha. Dhe ka ardhur qatë natë në shtëpi, unë akoma do me thënë isha kështu si në mjergull. Kër i kujtoj ca gjëra do njerë them, aq se mosha e tilla. Se të isha për shembull në një kohë tjetër do mendohesha se nuk mund të vendosi njeriu aq shpejt, apo si duket kimia. Fati, është dhe fati ndonjëherë. U vendosën në siklet në atë moment pranvera. Unë isha, çfarë do thoshte babi? Se ishte puna e shkollës, duhet vazhdoja shkollën. Pastaj babi si kishte shumë qejf, ai vetë ushtarak gjithë jetën edhe nuk i kishte shumë qejf. Je sigurt më tha mua? Po, i thash unë. E ke marrë parasysh që do ikësh nga Tirana, do lësh shkollën, do lësh çdo gjë, tha. I thash unë tani edhe mbase shkollën do ta bëj, si do ta bësh shkollën, tha. Ky është nga Gjirokastra, tha, ky do iki, tha. Edhe i tha Beni, po le të jemu nga Gjirokastra, vera do ta bëj shkollën, se s'bën mos do ta bëj këtu, do ta bëj në Gjirokastër. Duke i mbushur mendjen, po baba im nuk ka pas shumë qejf. Pastaj e dashuroj Benin. Po fillimi që shumë i vështirë edhe unë isha brenda muajt unë kam bërë celebrimin. Ky vetë këmbgulta. I tha papai, po pse shpejton kaq shumë djalë, kemi kohë, i tha.
Jo, tha, ta bëj dhe celebrimën, unë, tha, t'jemi qetë, tha. Pastaj